Овој документ вели дека во овие 3 месеца владата ќе усвои нов закон за унапредена употреба на албанскиот јазик во Република Македонија и дека по неговото усвојување во владата тој ќе биде упатен на експертска анализа во Венецијанската комисија. Зошто на крај решивте да ја прифатите оваа сугестија, која што, колку што разбирам, доаѓала лично од еврокомесарот Хана, првично се противевте и вие и вашиот лидер Ахмети? Леони пак тя спјегој контекстин. Ky është ligji I fundit nga marrëveshja e Ohrit, për të cilin nuk ka pasur konsenzus politik ndërmjet dy komuniteteve, jo ndërmjet partive, ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve. Pas 20 viteve, ne arritëm të arrijm konsenzus politik ndërmjet interetnik. Dhe ky ligj është aq I kalibruar preciz, për shkak se shumë I vështirë ka qenë procesi I kalibrimit dhe I dakordimit të detajeve të këtij ligji. Dhe ishte shqetësimi se devijimi nga ky kalibrim preciz mund të dekompozon të gjithë procesin e marrëveshjes së këtij ligji. Por qeveria ka marrëveshje politike, partnerët e koalicionit dhe është e përkushtuar dhe e vendosur këtë ligj ta kalon në parlament. Dhe u morëm vesh që në qeveri do e miratojmë shumë shpejt. Kishte disa sugjerime nga ndërkombëtarët se nuk duhet lejojmë që eventualisht pas miratimit të lejohen zëra të cilët mund ta kontestojnë kushtetueshmërinë e ligjit. Dhe këtë çështje mos ta mbyllim, po të hapim edhe një Ама зошто тие аргументи првично не ви беа прифатливи, а потоа ги прифативте? Ne ende mendojmë që ligji, unë personalisht mendojmë, edhe BDI mendojmë, edhe qeveria mendojmë, përfshi këtu edhe LSDM, që ligji duhet sa më shpejt të miratohet. Unë mendoj që ky ligj nuk duhet lihet për më vonë për shkak se do bëhet pjesë e agjendave elektorale të partive dhe do kidnapohet si temë për nevoja. Не по ваша воля законот оди на Венецијанска комисија? Leoni ta përfundoj kontekstin. Domethënë, ideja është për të miratohet sa më shpejt dhe do miratohet shpejt. Domethënë, ne kemi pranuar që pas miratimit në qeveri, ligji të dërgohet paralelisht edhe në parlament, edhe në Komision Venedikut. Përderisa zgjat procedura në parlament, për shkak se nuk duam të shkojmë me procedurë të përshpejtuar, por duam të lejmë debat në parlament, se është ligj I rëndësishëm, në ndërkohë Komisioni I Venedikut të jep mendim për ligjin që në atë mënyrë t'i parafrojmë. Domethënë, disponimi ose marrëveshja është që të jetë proces paralel. Kjo nuk e vonon procesin e miratimit, për shkak se nëse vonohet tej mase diskutimi në Komision Venedikut, parlamenti do përfundon procesin. Po është interes që Komisioni I Venedikut të jep mendim para se të përfundon debati në parlament. Dhe kur ta përfundojmë të jemi të kompletuar, askush nesër mos ketë hapësirë të hap debat në gjykatë kushtetuese ose në institucione tjera për kushtetueshmërinë e ligjit.